Përshëndetje, unë quhem Lediandro Boniku, kam mbaruar studimet e larta në Itali, në Sapienza të Romës, për drejtësi, ku kam mbaruar dhe doktoraturën dhe prej vitesh jam këtu në Shqipëri, punoj pedagogës së drejtësisë kushtetuese. Bashkë me kolegë, me miq, me qytetarë, me studentë e të tjerë, ne para 2 vitesh formuam Lëvizjen Shqipon, me shpresën për të nisur një rrugëtim të përbashkët me shqiptarët, një rrugëtim ku të drejtat dhe liritë themelore të vjenë në qendër të këtij sistemi. Jo me fjalë, jo me slogane, por me një projekt të qartë, me një projekt ku të gjithë japin kontributin e tyre për normalizimin e vendit. Shqipon ka thirrur mbajtjen e kuvendit kombëtar, partimin e një kushtetuese të re për qytetarët shqiptar, ku pikërisht në qendër të jenë qytetarët, të cilët marrin fatet e vendit në dorë, duke marrë një elite partive të cilat kanë tradhtuar tashmë fatin e vendit. Ne kërkojmë që qytetarët shqiptar të zgjedhin dhe shkarkojnë, kjo është kryesorja, të gjithë zyrtarët e lartë të Republikës, në mënyrë që ata mos themerojnë njëri tjetrin. Ne nuk duam që mandati të jetë i bardhë, na mashtrojnë njëri 4 vjet. Ne kërkojmë që qytetarët të marrin kontrollin mbi vendin, kontrollin mbi shtetin, për ndërtuar një projekt përbashkët, një projekt i cili nuk sprovon vetëm të drejtat, por edhe një mirëqenie të përgjithshme. Prandaj sot po bëjmë këtë video sepse kemi fytyrë, sy dhe faqe për të kërkuar shqiptarëve na bashkohen në këtë projekt të përbashkët. Falenderoj.